Je shumë simpatike, faleminderit. Ja tash I të futem me Keben unë. Kebja shafi ton pik. Kurse unë rri, edhe ju përshëndesun juve nuk më gjuni pik. I gjuni vetëm atyre që shajnë. Pse nuk më gjuni pik? Ha? Duke di që mirë që unë e kam shumë qef lojën dhe jam shumë fiksuar mos galeri. Sepse ato, shumica e gifteve nuk është se ka ndonjë vlerë të madhe, është thjesht ai fiksimi që okay, të plotësoj niveli. Jo, duhet të plotësoj galerinë në TikTok. Jam fiksuar në galerinë në TikTok. Jam shumë fiksuar në galerinë në TikTok. Po nuk e di para kam shumë qef, është lojë. Ju futeni ke Greca, ke Legeni, shkoni gjuni atje, ku di unë ka 5.000-10.000 pikë, apo ke tjetëri, që s'kan lidhje fare me mua, unë meritoj 100 herë më shumë të respektohem lojë se sa ato, dhe ju shkoni gjuni pikë të ato dhe të unë nuk gjuni asnjë pikë. Të ato budallet, si bëjnë si palla aty në live. Pastaj keni këtë problemin tjetër që gocave nuk ju gjuni shumë pikë, kurse burrave ju gjuni. Nuk e kuptoj valla, ju sigur flini me burra, apo rrini me burra, apo keni vetëm respekt për burrat, apo keni qef vetëm për burrat, se s'ka mundësi me ju gjut pikë vetëm burrave. Po aty shkoni ju gjuni juve, mu jo. Po janë fut dilemë thellë, se si ka mundësi, vetëm I gjuni pikë burrave. Jam mërzit, me thonë drejtën. Ja, kjo Ilmiu për shembull çon zemra aty në koment. O Ilmiu, o trap. Nuk I du zemrat koment, I du lojra. Po jam mërzit. Jam mërzit edhe arsyeja që jam mërzit është se juve gjuni pikë të live-et e tjera dhe unë nuk gjuni pikë, edhe nuk më çoni zemra apo thje galeri, gifte, TikToku, që do t'i plotësojmë për lojrat, edhe unë nuk shaj asnjëherë live, kurse ju shkoni gjuni të këto burrat e të këto njerëzit kot në kot. Edhe kjo unë jo. Dhe unë meritoj më shumë lojë, se sa juve më jepni.